Nëse s'mundet me shti asgjë në atë vogël, atëherë mundohet me të angazhu me një punë të mirë, po që është më pak e vlefshme se puna tjetër e mirë për cilës ai të largon ty. Për shembull, je duke lexuar Kur'an. Punë e mirë. Edhe thirr ezani i namazit. A duhesh ti me vazhdu me lexuar Kur'an apo duhesh me shku në xhami? Duhesh me shku në xhami. Se namazi me xhamat në atë kohë është më i mirë se sa leximi i Kur'anit. E tash vesh shejtani që thotë, kërve se edhe pak ki mesos, domethënë hatmen, vazhdo me Kur'an më shkon në xhami. Qëre? Ai thotë vazhdo hatmen, nëse nuk thotë tash mos lexo Kur'an. Ai thotë lexo Kur'an. Ama në kod gabume se qëllimi i tij është nuk është ti me lexo Kur'an, qëllimi i tij është me të largu pi namazit me xhamat. Andaj tregojnë ulemat për tregimeve, hiqajeve edukative, se shmëranësia ka ndodhur ose ka ndodhur. Thënë shejtani i doli në një musliman mirë sabah, që u nis me shku në xhami, edhe e pengoi, e habiti, e mashtoi, edhe ai u kthi prapë në shën xhami. Mirë, po qatë shumë u pendu ki muslimani i devotshëm i mirë, që i ke sabahi me xhamat, që tanë ditët do bëtë toba dhe istikfar. E tash u bëtë toba dhe istikfar e këtij muslimanit ma i madh me sevape se sa, që i ke namazi me xhamat në xhami. Edhe nesërmit, ai tu përgatit mu zgjuhe, veç erdhë shejtani dhe për e zënë, hajtë dhe të më shku në xhami. Thot çka u bë puna ti djem në pengove, se më la më shku në xhami, e thot atë shumë ki bëtë toba dhe istikfar, atë shumë sinqerisht je pendu te Allahu. Atë se vape ki fitu për asaj, se që ja ka shkue namazit me xhamat. E tash mami shkon në xhami, ai vazhdimisht lufton me ty. A thot mami shkon në xhami se fiton më pak se vape se sa për shembull me botobi istikfar sinqerisht. Edhe ai nuk nal, ata thot Allahu Kur'an shikoni sa bukur thot Allah. Mos i ndjek hapat e shejtanit.